Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ja çfarë ndodh në trupin tuaj nëse hani 3 vezë në ditë për një javë, rezultati do ju befasoj. Një vezë e zirë përmban 85 kalori dhe 7 gram protein, gjithashtu ato kanë shumë efekte të mira shëndetësore si sistem më të mirë të imunitetit. Filloni të konsumoni vezë rregullisht nëse dëshironi që t'i mbani bakteret dhe viruset larg përmes një mënyre natyrale dhe tepër të shëndetshme mbi të gjitha. Konsumoni një vezë të madhe sepse ajo përmban afër çerekun e sasisë ditore të selenit që juve ju nevojitet. Seleni është një vlerë ushqyese që juve ju përmirëson imunitetin dhe kontrollon hormonet tiroide. Kolesterol më të mirë. Vezët përfshin kolesterol, por nuk do të thotë se ato kanë efekt në rritjen e kolesterolit të keq, pra ato rrisin nivelin e kolesterolit të mirë. Nivelet e rritura të energjisë. Vitamina B2 njihet ndryshe edhe si riboflavin. Kjo vitaminë është e rëndësishme sepse ndihmon trupin të konvertojë ushqimin tuaj në karburant. Pra për këtë ju duhet më shumë energji dhe vetëm një vezë përmban 15% të sasisë ditore të vitaminës B2 që ju nevojitet. Lëkurë dhe flokë më të shëndetshëm. Përveç vitaminës B2, vezët janë të pasura me vitaminën B5 dhe B12. Ky kompleks i vitaminave B janë të rëndësishëm sepse ju sugjerojnë flokë, lëkurë dhe thonjë më të shëndetshëm. Vezët mbartin plot vlera të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Sipas informacioneve, ato bëjnë pjesë në listën e 10 ushqimeve më të shëndetshme për organizmin. Vezët ofrojnë proteina të plota. Një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore të cilat përbëjnë shtyllat kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Veza gjithashtu përmban vetëm 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet tek e bardha e vezës. Vezët janë gjithashtu të pasura edhe me fosfor, proteinë cilësore por edhe vitamina të rëndësishme, selenium, vitaminën B12, antioksidant, të cilët i mbajnë qelizat e shëndetshme. Vezët ulin trigliceridet. Niveli i triglicerideve duhet që të jetë i ulët për një shëndet të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasura me acide yndyrore si omega 3, duket se kanë aftësinë që të ulin nivelin e triglicerideve. Gjithashtu vezët ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studime sugjerojnë se një vezë në ditë ul rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi të publikuar, është treguar se vezët munden që të ulin rrezikun e ishemisë, pasi njerëzit të cilët hanë një vezë në ditë janë 30% më pak të rrezikuar nga vdekja e parakohshme si pasojë e ishemisë. Vezët janë të mira edhe për zemrën. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipit 2 kanë një zemër të shëndetshme fal një regjimi ushqimor ku përfshihen vezët. Studimet gjithashtu konfirmojnë se njerëzit të cilët hanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Vezët gjithashtu të ngopin. Njerëzit të cilët hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës. Për llogaritet shkencore, gjithashtu
tregojnë se personat të cilët hanë një vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët për shëndetin e syve. Antioksidantët tek veza mirëmbajnë vitaminën D e cila kujdeset për shëndetin e trurit dhe komunikimin mes qelizave nervore. Për më tepër, vezët përmbajnë kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Në qoftë se ju hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës shkakton gjithashtu përkeqësim të kujtesës. Nga ana tjetër, vezët dhe konsumimi i tyre është shumë i dobishëm për shëndetin e përgjithshëm, përmban të gjitha lëndët ushqyese që kërkohen nga trupi. Për më tepër, vezët janë një burim potencial për të rritur marrjen ditore të proteinave. Ka disa efekte në trup nëse ju konsumoni një vezë çdo ditë për mëngjes. Ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë. Konsumimi i vezës për mëngjes është i dobishëm në krahasim me bukën e thekur ose dritrat. Yndyra dhe proteina në vezë ruajnë nivelin e energjisë dhe ju mbajnë juve të ngopur për një kohë më të gjatë. Janë burimi i proteinave. Vezët konsiderohen si burimi më i mirë i proteinave. Konsumimi i vezëve për përmëngjes siguron të gjitha aminoacidet thelbësore që ne zakonisht marrim nga dieta e përditshme. Humbja e peshës. Vezët gjithashtu përshpejtojnë procesin e humbjes së peshës. Nëse ju konsumoni vezë në mëngjes, atëherë veza siguron ndjesinë e ngopjes. Kjo do të zvogëlojë rrezikun e ngrënies së tepërt. Prandaj ndihmon edhe në humbjen e peshës. Forcon sistemin tuaj imunitar. Vezët përmbajnë gjithashtu një lëndë ushqyese selen që përmirëson sistemin imunitar dhe rregullon hormonin e tiroides. Për më tepër, konsumimi i vezës për mëngjes parandalon infeksionet dhe ndërton një sistem të fortë imunitar. Mbron trurin tuaj. Vezët janë gjithashtu të dobishme për trurin. Veza përmban lëndën ushqyese thelbësore të quajtur kolin, të cilat promovojnë shëndetin e trurit. Për më tepër, mungesa e kolinës rrit edhe rrezikun e demencës. Ekspertët thonë se vezët janë të mira edhe për shëndetin e syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që i ofron retinës së syve përthithjen e dritës, mbron membranat dhe ul rrezikun e prekjes nga dobësimi i shikimit apo verbëria. Kocka të forta. Vezët e ziera janë të pasura dhe me vitaminën D, vitaminë e cila është tepër e rëndësishme për kocka dhe dhëm të fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelet e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë i fortë. Proteinat. Vezët e ziera natyralisht përmbajnë një nivel të lartë proteinash. Organizmi ka nevojë për proteina për forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteinat ndihmojnë gjithë organet e trupit dhe mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse në muret e qelizave. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen
edhe shokët tuaj. Faleminderit.